Në fshatin Kallamas të Bashkisë Pustet u zhvillua ceremonia përkujtimore pranë monumentit kushtuar heronjve Maqedonas të luftës së dytë botërore, me pjesëmarrjen e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Në fjalën e tij, Mickoski u shpreh se monumenti përfaqëson një dëshmi të historisë dhe sakrificës së atyre që sipas tij mbrojtën lirinë dhe identitetin në periudhën e luftës së dytë botërore. Ai theksoi se të rënët nuk u lëkundën dhe nuk hoqën dorë nga populli i tyre në ditët më të vështira të luftës. Kryeministri Maqedonas vlerësoi qendresën, duke deklaruar se emrat e tyre mbeten simbol i nderit dhe i sakrificës, ndërsa theksoi se kujtesa historike është e domosdoshme për të kuptuar të tashmen dhe të ardhmen. Ai u ndal edhe te rëndësia e ruajtjes së identitetit, gjuhës dhe kulturës, duke thënë se populli i Maqedonas ka ruajtur vazhdimsinë e tij pavarësisht sfidave dhe presioneve historike. Mickoski vlerësoi gjithashtu komunitetin Maqedonas në Shqipëri, duke e cilësuar si pjesë të pandashme të trungut kombëtar Maqedonas dhe njëkohësisht qytetar besnik të shtetit shqiptar. Në fjalimin e tij, ai bëri thirrje për unitet kombëtar, duke theksuar se Maqedonia ka nevojë për bashkim rreth interesave të përbashkëta, të ardhmes së brezave të rinj dhe ruajtjes së dinjitetit kombëtar. Vetëm të bashkuar mund të jemi të fortë dhe të sigurojmë përparimin e vendit, u shpreh ai, duke shtuar se ndasitë politike nuk duhet jenë pengesë kur bëhet fjalë për interesin kombëtar. Ceremonia u përmbyll me nderime për të rënët dhe mesazhe për ruajtjen e kujtesës historike, vlerave kombëtare dhe unitetit.